Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vetëm një vezë në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Veza është një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriu që ka pasur një rikthim triumfues pas pretendimeve për rolin e saj negativ për shëndetin. Sipas dhe Elsajt, në këtë video do të rëndisim disa nga vlerat më të mira të konsumit të vezës dhe arsyet pse duhet të jetë pjesë e listave tuaja të konsumit. Vezët ofrojnë rreth 6 gram protein të një cilësie të lartë. Sipas të dhënave, kjo do të thotë se vezët ofrojnë të gjitha aminoacidet që duhet të merren nga ushqimet, madje paqe dhe sa nga mishi. Proteina konsiderohet një nga ushqimet më përmbushëse për shëndetin e njeriut. Gjysma e sasive të proteinës gjendet te verdha e vezës. Vezët frenojnë urinë. Një mëngjes i pasur me vezë mban nën fre urinë përmegjatë krahasuar me ushqimet e tjera me bazë drithi. Disa studime thonë se njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur dhe hanë më pak në drekë. Vezët mbrojnë shëndetin e syve. Vezët janë të pasur me lutein, një pigment i cili është kryesisht i përqendruar edhe te retina e syrit. Luteina i mbron syt nga dëmtime të ndryshme si pasojë e plakjes, por edhe nga dëmet e dritës blu që emetohen nga celularët, tablet dhe laptop. Ky lloj ndriçimi besohet të jetë kontribues në shfaqjen e problemeve të mbipeshës dhe sëmundjeve të syve. Vezët nuk bllokojnë enët e gjakut. Për vite me radhë, veza ka qenë në bankin e të akuzuarve për krime të paqëna ndaj shëndetit. Shkaktarët të mëdhenj vezët besohet se rrisnin nivelin e kolesterolit bashkë me të dhe rrezikun e sëmundjeve në zemër. Gjithashtu, ekspertët besojnë se vezët janë një nga ushqimet më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Vezët janë një produkt i mirë ushqyes edhe për të rritur performancën tuaj muskulare. Njeriu nis të humbas masë muskulare pas moshës 30 vjeçare. Masa muskulare nis të bjerë me 5% për çdo 10 vite. Humbja e saj mund ta bëjë njeriu që të jetë më i plogësh dhe të rrisë shanset e frakturave. Aktiviteti fizik, veçanërisht ai i fokusuar tek forca qëndresa, ju ndihmojnë të ruani masën muskulare. Vezët dhe proteinat e saj ofrojnë një ushqyerje më të mirë për stërvitje dhe i mbrojnë ato edhe në rritjen e vlerave të trupit. Ekspertët i cilësojnë vezët si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese. Vezët janë një produkt shumë i mirë ushqyes për kockat e forta. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë edhe më i fortë. Shëndeti i syve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulëriskun e prekjes nga dobësimi, shikimi ose verbëria. Vezët janë të pasura me proteina cilësore për organizmin. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi juaj ka nevojë për proteinën në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha, proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë një strukturë të mirë të posaçme mbrojtëse për qelizat dhe shëndetin tuaj. Vezët janë të pasura me yndyrna të shëndetshme, çka do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e përfitimeve të trupit dhe gjithashtu evitimin e komplikacioneve të tyre. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin edhe rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak edhe përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të mira për organizmin dhe një i rritur mund të konsumojë 1 deri në 2 vezë çdo ditë si një zgjidhje e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të tyre. Vezët, për shumicën e njerëzve, mund të cilësohen si një nga produktet më të larta ushqyese në ndihmë të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vezët ju bëjnë të ndjeheni të ngopur për një sasi më të madhe kohore. Proteinat dhe yndyrnat që gjenden me shumicë tek vezët ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të energjisë duke u mbajtur të ngopur për më gjatë. Vezët do ju ndihmojnë në humbjen e kilogramëve të tepërt dhe gjithashtu do t'japin rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë një vezë në mëngjes kanë më shumë gjasa të humbasin peshë sesa ata njerëz që hanë bukë ose diçka tjetër për mëngjes.
Vezët janë një burim shumë i mirë i proteinave cilësore me rezultate konkrete pozitive edhe në rritjen e përfitimeve të trupit tuaj. Vezët janë një burim shumë i mirë i proteinës, që do të thotë se ato përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore që duhet të merrni në regjimet tuaja ushqimore ditore. Rekomandohet të konsumoni të paktën një vezë çdo ditë për të pasur një regjim ushqimor më të ekuilibruar. Vezët janë të lira dhe mund të kombinohen gjithashtu edhe në gatimet tuaja të preferuara. Në krahasim me ushqimet e tjera me proteinë të lartë si mishi i kuq, vezët janë më të lira dhe mund të gjenden lehtësisht kudo, dhe gjithashtu përfitimet që do t'japin trupit tuaj do ta kthejnë atë në një nga produktet më të mira ushqyese me rritjen e vlerave të trupit. Vezët nuk e përkeqësojnë kolesterolin nëse i zgjidhni vezët të cilat janë të zjera mirë. Edhe pse është e vërtetë se vezët përmbajnë sasi të konsiderueshme të kolesterolit, studimet e fundit tregojnë se kjo nuk ndikon në përkeqësimin e niveleve të kolesterolit në gjakun tuaj. Vezët përmbajnë kolin, një lëndë ushqyese që stimulon zhvillimin e funksioneve të trurit. Gjithashtu konsumi i tyre përmirëson kujtesën dhe vigjilencën. Vezët janë një nga produktet më të mira ushqyese edhe për shikimin tuaj. Dy antioksidantë kryesor që gjenden te veza, luteina dhe zeakanthina, lidhen me mbrojtjen e syve nga dëmtimi ndaj ekspozimit në rrezet e dëmshme të diellit. Gjithashtu konsumi i tyre mund të ulë rrezikun e mundësisë për zhvillimin e kataraktës në pleqëri. Ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një nga alternativat më të mira ushqyese edhe në betejën kundër komplikacioneve. Sipas ulëndimeve, vezët duhet të konsumohen vazhdimisht në dietën tuaj. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinave. Ato janë të larta me vitamina minerale të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, B, B12, D, jod, folat. Të vegjëlit duhet të hanë një vezë në ditë. Vezët janë të pasur me hekur, folat, proteinë dhe acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe përmirësojnë kërkesat e tyre ditore për proteina. Një i rritur tipik i moshuar mund të hajë një vezë në javë. Forca e kockave bie me kalimin e moshës. Vezët gjithashtu mund të përmbajnë vitaminën D, e cila ndihmon trupin të përthithë kalciumin për shëndetin e kockave. Të verdhat e vezëve përmbajnë aminoacide, antioksidantë, luteinë dhe zeakanthinë, të cilët reduktojnë rrezikun e formimit të kataraktës dhe degenerimit makular. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht që dieta juaj të pasurohet me vezë të zjera, të cilat do të ndikojnë në rritjen e përfitimeve të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Vezët e zjera janë të shijshme, ngopse dhe janë të mira për shëndetin tuaj në çdo moshë. Së bashku me qumshtit, vezët përmbajnë vlerat e larta biologjike ose standardin e artë për proteinat. Një vezë e vetme ofron 77 kalori, 6 gram proteinë të cilësisë së lartë, 5 gram yndyrë dhe 1,6 gram yndyra të ngopura, së bashku me hekur, vitamina dhe minerale të tjera të cilat do të luajnë një rol pozitiv në rritjen e përfitimeve të trupit dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht përfshirjen e vezëve të zjera në dietën tuaj si një nga produktet më të mira për të shtuar edhe në konsumin e përditshëm. Vezët janë të mira për shëndetin, gjithashtu ato mund të jenë një zëvendësues shumë i mirë i mëngjeseve ngopse, çka do të japin rezultate përkatëse pozitive në rritjen e përfitimeve tuaja që mund të merrni nga konsumi i ushqimit në mëngjes. Vezët mund të jenë një nga alternativat më të mira dhe më të lira të proteinës. Për personat që duan të ndërtojnë një masë më të mirë muskulare, vezët mund të cilësohen gjithashtu edhe një zgjidhje më të mirë ushqyese për organizmin. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht rritjen e përfitimeve në shëndet. Duke konsumuar vezë do ta keni më të lehtë të rrisni përfitimet e trupit dhe të mbani larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët i cilësojnë vezët si një zgjidhje e artë ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe në rritjen e përfitimeve të tyre ushqyese. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.